sepse Greqia kishte një politikë të tillë që donte të zgjerohesh në Shqipërinë e Jugut dhe e kishte përqendruar mendin goditjen në Shqipërinë e Jugut, pra nuk donte në këtë moment, kishte planet e kishte që kjo popullsi do ishte në afat më vonë, domethënë kishte projekte sepse Megalideja është teoria e vjetër greke, e cila donte një Greqi të madhe që të ishte pasardhëse e Bizantit, por jo si Bizanti me popullsi me etni të ndryshme, por që të ishte homogjene nga ana etnike. Pra ishte një synim për të zgjeruar kufit, por dhe për ta bërë homogjen shtetin e vet. Kështu që ajo synonte që të zgjerohesh në Shqipërinë e Jugut, pra kjo quante Vorja e Piri, dhe aty bëri krime të mëdha, domethënë krimet e vitit 1914, ju e dini masakrat që janë bërë në jug të Shqipërisë nga bandat Vorja Piriote dhe nga ushtria greke, të cilat kanë lënë një gjurmë shumë të thellë në historinë. Po, është masakra e Hormovës, u vranë rreth 300 e sa shqiptarë të pafajshëm, graf, mi, pleq, banor aty të asaj kraine. Shtatar të thjeshtë. Po, shtatar të thjeshtë. Ndërsa për Çamërinë, thash me vendimin e konferencës ambasadorëve, e cila vendimi final kufit u caktua në gusht të vitit 1913, ky territori mbeti shtetit grek tashmërisht në sundimin grek. Menjëherë pas kësaj, pra kemi çështje pak muajsh, vjen goditja e parë e madhe që ishte shumë domethënëse. Mblidhen krerët e Çamërisë, e krajinave kryesore të Çamërisë dhe 72 krerë të saj, thirren në postën ushtarake greke dhe atje masakrohen që të gjithë, në projën e Selanit dhe Paramethi. Pra, kjo ishte masakra e parë e madhe dhe kjo kishte domethënien e vet. Kjo jepte mesazhin popullsisë që përderisa masakrojmë, ekzekutojmë krerët tuaj, pra ju s'keni vend këtu. Pra ishte presioni etnik që popullsia të shpërngulesh nga territoret e veta, popullsia shqiptare, nga Çamëria. Pra ishte goditje e madhe.